Muhamedi a.s. e kishte zakon t'i këshillonte shokët e tij. Ai shpeshherë u thoshte atyre: nëse dikush nga ju mund të bëjë ndonjë vepër të mirë dhe atë ta mbaj fshehtë me Zotin e tij, le ta bëj. A thu pse? Sepse në çdo vepër të mirë që e bën njeriu në këtë botë, atë vepër gjatë realizimit të saj, njeriu me vete bart edhe egon e tij, edhe atë unin e tij. Dhe pjesë e egos të njeriut është dëshira për prestigj, dëshira për të pas pozitë në zemrat e njerëzve. Pra, sa herë që bëj mirë në këtë botë, egoja jon, uni jon, ka dëshirë me marrë hisën e tij. Aty është një lloj gare mes dëshirës tonë për ta bërë veç për Zotin dhe egos, insistimit të egos tonë që ta merr hisën e vet. Cila është hisja e saj? Hisja e saj është që ta shohin edhe njerëz, ta dinë edhe njerëz që po bëj mirë dhe kësaj krijoj një reputacion, krijoj një pozitë në shoqëri, krijoj një ndikim në zemrat e njerëzve. Dhe ndoshta epilogu i kësaj egos që e kemi secili është që në një farforme të dominojmë mbi njerëzit, të bindim njerëzit se jemi të mirë dhe rrjedhimisht të krijojmë një farë pushteti moral mbi njerëzit. Përfundimi është një farë tendence për dominu kurrë moralisht mbi njerëzit. Ndërkaq, feja jonë erdhi të na mësojë neve që dominimi duhet bëhet mbi vetët tona, mbi egot tona. Feja e mësoi njeriu që ai duhet ta kontrollojë veten e tij dhe duhet heq dorë nga përpjekja për t'i kontrolluar ose gjykuar të tjerët.